Shkëndija të Ejten në Shkup luan takimin e parë si vendase në fazën kryesore të UEFA Conference Ligës kundër ekipit Shelbourne nga Irlanda. Ekipi në ndrejtimin e trajnerit Jeton Beqiri, pauzën 2 javore, shkaku i obligimeve të reprezentacionit e ka shfrytzuar maksimalisht në çdo aspekt, ndaj dhe me optimizëm presin ndeshjen kundër irlandezëve ditën e Ejten në Shkup. Televizioni Koha gjatë ditës së sotme ishte e pranishme në seancës stërvitore të paraditës, ku vëret një atmosferë tejet pozitive. Këtë e pohoi dhe futbollisti Endrit Krasniqi, i cili shpreson në fitore historike. Gjatë gjithë kohës jemi përgatitur, jemi mënuar me punu që të jemi gati të Ejten, kështu që presim ndeshjen, shpresojmë që të jetë një ditë historike për neve që të bëjmë fitoren e parë, kështu që i ftoj gjithë tifozët tonë ballistët që të na bashkangjiten dhe me ndihmën e Zotit shpresojmë që të arrijmë fitoren e parë. Futbollisti Krasniqi është optimist për suksesin e të Ejtes, që duket në atmosferën dhe në përkrahjen e tifozëve. Mendoj që bashkimi ndërmjet ekipes dhe tifozëve tonë shpresojmë që kjo të na bëjë të pathyeshëm dhe në fund të arrijmë fitoren. Futbollisti Kuqezi fton tifozët që të jenë në numër sa më të madh në këtë ndeshje, ashtu siç kanë qenë çdo herë në përkrahjet e ekipit. Unë besoj që tifozët tonë gjithmonë janë pranë neve, edhe brenda shtetit dhe jashtë shtetit shumë herë kanë qenë pranë neve, kështu që i ftoj edhe një herë që na bashkangjiten dhe të kemi përkrahje maksimale që në fund të festojmë së bashku. Në fund futbollisti Krasniqi tha se më e rëndësishme në duelin me Shelbourne të korim fitore. Ndeshja Shkëndija Shelbourne do të zhvillohet në arenën Todor Proeski në Shkup të Ejten me fillim në ora 18:45.